Kuvendi i Shqipërisë ka thirrur në seancë plenare për të diskutuar me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së pjesëmarrjes së Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e Bordit të Paqes. Gjatë seancës plenare, kreu i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, tha se kjo ftesë përbën një vlerësim të drejtpërdrejtë dhe konstruktiv për Shqipërinë, duke e parë atë si një vend të rëndësishëm për paqen dhe jo periferik. Kuvendi i Shqipërisë thirret për të marrë një vendim me një peshë tepër të veçantë politike dhe historike, që shkon përtej rendit të zakonshëm të ditës ku Republika e Shqipërisë dhe kryeministri i saj, Edi Rama, janë ftuar të jenë vend antar themelues dhe antar i Bordit. Kjo ftesë përbën një vlerësim të drejtpërdrejtë ndërkombëtar për rolin konstruktiv dhe shumë të besueshëm të Shqipërisë sonë të përbashkët dhe shënon një moment të paprecedent pozitiv ku vendi ynë shihet si një aktor që kontribon në zgjidhje të rëndësishme globale për paqen e jo thjesht si dikur një pjesë periferike e tyre. Ndërkohë që nga ana tjetër, kreu i deputetëve të opozitës, Gazmend Bardhi, shprehu qëndrimin e tij kundër këtij vendimi pasi në asnjë moment nuk u shqyrtua dhe u tregua sepse duhej të votojë me kaq urgjencë ky projekt ligj, teksa e konsideroi atë si një propagandë e radhës. Bardhi vejoi më tej duke thënë se votimi i tij është antikushtetues pasi kuvendi merr kohën e duhur për të miratuar një projekt ligj dhe jo brenda 12 orëve. Spari besoj se qytetarët shqiptarë dëgjuan hartimin e kolegut parafolës, por nuk dëgjuan asnjë fjalë se ku qëndron nxitimi i Shqipërisë për ta përmbyllur këtë proces sot. Besoj në 10 minuta fjalë nuk u shpjegua se për çfarë arsye dhe ku qëndron urgjenca e shqyrtimit të këtij projekt ligji me rëndësi historike, tha kolegu, 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet ta votojnë 12 orë në total pasi kanë bërritur nga Këshilli i Ministrave. Gjuat në argument për këtë? Unë e di që çdo shqiptar mendoj që kolegu do ngrihej këtu dhe do niste fjalën e tij duke kërkuar ndjes në emër të mazhorancës tuaj që ky që keni në krye e ka konsideruar njeriu që sot po vendos paqe kudo në botë, presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, turpi i njerëzimit. Ka qenë Edi Rama, i vetmi lider botror që është drejtuar presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës me termin përfaqëson turpin e njerëzimit. Si do ta justifikoni ju që po shkelni jo vetëm procedurën, se nuk ka ndodhur kurrë në këtë kuvend që njoftojnë deputetët në 9:30 të darkës, vim në mëngjes në orën 10 edhe të votojmë në orën 12, një gjë që është historike, shmallore, që çdo vend ka marrë dhe po merr kohën e vet për ta shqyrtuar. Tani unë e kuptoj që ky krau këtej mori urdhër në mbledhjen e fundit të grupit tuaj parlamentar nga Edi Rama, që s'ka nevojë as me diskutu, as me lexu, as me shqyrtu, janë këtu vetëm për të votuar. Presidenti i SBA-s Donald Trump i dërgoi më herët një ftesë kryeministrit Edi Rama për të marrë pjesë në Bordin e Paqes për Gazën në Davos, ku pritën të mblidhen shtete nga e gjithë bota në shërbim të vendosjes së paqes në botë.